anarkia sociale. Këtu s'ka as klas bejlerësh, as klas bujqësh, as klas borgjeze. Këtu bujku është më bej se beu, beu më bujk se bujku. Kini një shembull të bukur në Partinë Popullore, e cila mbahet sot në fuqi prej bejlerëve dhe uxhakët më të vjetër, kur antarët e kësaj partie lëvdohen që kanë shpëtuar prej bejlerëve. E treta, anarkia morale. Këtu qeni s'një të Zotin, këtu karakteret lopsohen, qullosen dhe ndrojnë forma dita ditën si në kaleidoskop. Këtu ambicjet janë pa fre, pa kufi. Këtu i pa dituri, i di të gjitha dhe i pa Zoti, është i Zoti për të gjitha. E katërta, anarkia patriotike. Këtu brenda në një ditë, si me magji, tradhtori bëhet patriot dhe patrioti tradhtor. Këtu shohim përpara syve tan të kapardisen si patriot të mëdhenj, ata që kanë lëftuar për harfet e për flamurin e babës, që kanë ndjegur Shqipërinë e mesme, ose ata që janë puthur me andartët e i